Desha me të pyet thot hoxh si me largu alkoolin, pra mos me pi më nga sot e tutje. Faleminderit paraprakisht. S'ka përse vlla. Alkooli lihet në një mënyrë shumë të thjeshtë. Njeriu thjesht e vendos, mos me pi më alkool edhe kaq. Nuk ka ne filozofi të madhe. Nuk është se duhet bëj një stërvitje, nuk është se duhet marri leksione, nuk është se duhet futet në seminare, trajnimi. Dhe unë mendoj që lënia e alkoolit ka të bëjë shumë me besimin. Me besimin. Argumenti, sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam, kur u zbriti ajeti se duhet me lënë alkoolin, nuk pritën sa të mbarojmë ato bindet që kemi në shtëpi me vend apo me raki, nuk pritën. As nuk thanë me që po hajmë drek sot ta mbyllim mirë këtë që kemi, e pastaj mas drekës e tutje se pim më. Si e lanë verën, thjesht zbriti urdhëri i Kuranit, o ju që keni besuar, vera dhe pijet alkolike dhe shigjetat e fallit ose shtinzat e fallit, putat, bigjozi, është punë e djallit, largohuni prej tyre, vetëm kaq, doli një person tellalli në rrugët e Medinës, i cili thoshte: Allahu dhe i dërguari i tij kanë ndaluar alkoolin, venën, dhe njerëzit e lanë. Tregon njëri prej sahabëve, thotë ishim për drek, po hajshim, po pishim, dhe vera ishte në dorën e njërit prej nesh, dhe një tjetër sapo e kishte fut në gojë verën. Dhe kur gjun tellallin, që po thoshte Allahu dhe i dërguari i tij ndaluan alkoolin, ai që e kishte në dorë e la, ai që e kishte në gojë e nxorri. As seminare, as trajnime, as stërvitje, as ushtrime. Allahu dhe i dërguari i tij. Pra nëse beson se ky është urdhën i Zotit, edhe Zotin kjo gjë e hidhron, dhe se kjo botë dhe se kjo pije alkolike do të bëhet sebeb që ty të ndalohen pijet e xhenetit, e ti do t'i pish prap këto në xhenem, ai që i kupton gjitha këto, e ka shumë të lehtë me thonë stop. Pra duhet thjesht vendosmëri, besim në Zot, edhe njeriu me shpresën e Zotit e lën. Ama besimi i dobët nxjerr bishta. Besimi i dobët thot ta bëjmë me përshkallëzim. Besimi i dobët thot po pritje se nuk jemi forcuar akoma në iman. Besimi i dobët thot po jo se ndoshta me që jemi në fillimet e tjerë. Është e vërtet, pra, shkaku kryesor është besimi i dobët. Momenti që është besimi aty ku duhet, njeriu për hatër të Zotit, për kënaqësitë të Zotit, Ibrahimi alayhis salam për emrin e Zotit dhe për hatrin e Zotit dhe për çun vend urdhën e Zotit shkoi me therr birin e tij Ismailin. Tha Zoti mbaroi historia. Sepse gjëja më e rëndësishme në jetë është Zoti, Allahu. Ne tani diskutojmë si ta lejmë këtë, si mos ta bëjmë këtë. Mendo se kush ka urdhëruar, mbaroi historia. Mendo se kë kënaq, mbaroi historia. Mendo se kë po hidhron, mbaroi historia. Ai që ka dy parë mend, ai që do të bëj filozofi, ai gjen 1.344.000 arsye që ta vazhdoj prapë, është mohabeti i tij. Kështu që unë nuk mendoj se ka ndonjë filozofi të madhe apo ndonjë çudi të madhe për ta lënë. Njeriu e vendos për hatër të Zotit, për hatrin e Zotit. Dhe në momentin që e vendos për hatër të Zotit dhe për hir të Zotit, edhe Zoti i Madh ja lehtëson. Edhe Zoti i Madh ja lehtëson. Dhe kjo nuk është vetëm për alkoolin, por kjo është për të gjitha haramet. Nëse njeriu e bën për hatër të Zotit, ja mundson Allahu, i jep fuqi Allahu, i jep forcë Allahu, ja kompenson Allahu në forma të tjera, edhe i bëhet jeta dritë.